Teleshikues të televizionit shqiptar ju përshëndes dhe ju uroj mirëseardhjen në emisionin Rrëfim Kampionësh. Kam kënaqësinë dhe privilegjin që sot të ndaj kohën me njërin nga korifejtë e futbollit shqiptar. Unë e kam quajtur timonieri i futbollit në këtë emision, Astrid Hafizi. Njeriu që i bëri të gjitha në sport, në futboll, në sportin e tij të zemrës, njeriu që i shërbeu shumë me zell qytetit të vet, por dhe Shqipërisë, sepse ishte ish futbollist tek Vllaznia, fitoi trofe, titull kampion, fitoi Kupa Republike, por dhe trajner, fitoi titullin kampion dhe fituesi i Kupës Republikës, por mbi të gjitha ishte trajner i ekipit ton kombëtar, ku la një emër jashtëzakonisht mirë, edhe pse drejtoi në momentet më të vështira, jo vetëm të futbollit, por dhe të Shqipërisë, veçmas në vitin 97, pra në 96, 99, ku natyrisht ishte edhe 97 famkeqe, por që ja doli të merrte rezultate historike dhe të shënonte gola kundër Gjermanisë, jo pak, por 5 gola në 2 ndeshje kundër Gjermanisë. Gjithsesi, unë pa humbur kohë, sepse e di që sot koha do mik shumë shpejt, unë dua t'ju uroj mirëseardhjen dhe ta falenderoj profesor Astrid Hafizin që është sot me mua në Rrëfim Kampionësh. Mirë gjetë, faleminderit për ftesën. Që kur fute në televizion të pashtë emocionuar, tek shkallët, tek korridoret, të kujtuan shumë gjëra këtu? Më kujtu se kam punuar disa vite këtu. Shumë vite përpara kam punuar në rubrikat sportive. Edhe kisha kohë parë, kisha shumë vite parë, 10 vjetë, mos gabohem. Kështu që kujtova pak ato sallat ato. Paktën këtë studio nuk e disha, sepse kemi qenë poshtë gjithmonë, kemi bërë ato sallat poshtë, që pata një farë emocionit. Uroj që sot të emocionohesh dhe të marrësh gjërat më pozitive, ato që meriton fakti, për gjithçka i ke dhënë futbollit, qytetit të Shkodrës, por mbi gjitha Shqipërisë. Kam përgatitur fillimisht një profil, kush është Astrid Hafizi, në pak minuta, jeta e tij e mbushur me shumë ngjarje, me shumë dinamika, por dhe me shumë trofe, tituj dhe me medalje të fituara. Astrid Hafizi ka lindur më 15 shtator të vitit 1953 në qytetin e Shkodrës. Ai është njëri prej korifejve të futbollit shkodran dhe shqiptar, me një karrierë brillante si ish futbollist dhe trajner. Jo pak, por për 15 vite me radhë. Ai ishte futbollist titullar i ekipit Shkëndija dhe Vllaznia e Shkodrës, duke arritur të shpallet kampion 2 herë në sezonet 77, 78 dhe 82-83 me ekipin e Vllaznisë. Po me skuadrën shkodrane, ai arriti të fitojë 2 herë Kupën e Republikës në vitet 1979 dhe 1981. Por një rrugtim të suksesshëm Astrid Hafizi ka patur edhe si trajner. Në vitet 85-95, për një dekadë ishte timonieri i skuadrës shkodrane, duke arritur të shpallet kampion në sezonin 91-92, pa harruar dhe suksesin e fitimit të Kupës së Shqipërisë në vitin 1987. Gjithsesi, manja e karrierës së tij profesionale si trajner kanë qenë vitet në drejtimin e ekipeve tona kombëtare. Fillimisht në vitin 91 dhe 92 ishte zëvendës trajner me ekipin kombëtar në krah të Bekush Birçës, ndërkaq që në vitin 96 për një periudhë 6 mujore ishte trajneri i ekipit U21. Por vitet 96 e deri në vitin 99 ishin vitet ku trajneri Astrid Hafizi ishte trajneri i parë i ekipit kombëtar, duke spikatur në kohë të vështirë me rezultate të mira dhe historike, duke arritur t'u shënojë gjermanëve 5 gola në 2 ndeshje. Po ashtu Astrid Hafizi ka qenë dhe trajner i skuadrave të Dinamos dhe Tiranës, pa harruar mjaft role të ndryshme në universitet si pedagog apo në Federatën Shqiptare të Futbollit si inspektor. Për merita dhe cilësi të tilla, Astrid Hafizi është dekoruar me urdhra dhe tituj të ndryshëm, si mjeshtër sporti, urdhri Naim Farashi klasi i 3, medalja Ari për merita të shquara në sport dhe mjeshtër i madh dhënë nga presidenti i Republikës. Astrid Hafizi është baba i 2 djemve dhe gjysh i 1 nipi dhe 1 mbese, për të cilët ai ndihet jo vetëm i plotësuar shpirtërisht së bashku me bashkëshorten e tij, por dhe krenar. Ftesa në Rrëfim Kampionësh për profesor Astrid Hafizin është respekti jo thjesht për individin Hafizi, por për Shkodrën si qytet dhe futbollin shkodran e shqiptar. E mbyllëm me këtë përqafim të bukur të djemve kuqezi kur ju ishit trajneri kombëtarës. Kjo është në Zëri, mas fitores 1-0 me Irlandën e Veriut. Jam me Haxhin, me Bushin edhe me menaxherin Petrit Tafalla. Një sukses paktën për ne ishte mjaft i mirë, sepse ajo ishte periudhë që ne lushim gjitha ndeshjet jashtë Shqipërisë. Se për Irlandën e Veriut do të lushim në Tiranë. Situata që ishte në 97-s,
na qojnë zëri. Vishim nga i humje me Armenin, që na vështirësote gjithmonë punën, por duke fituar atje 1-0, kishte një kënaqësi. Jo se u kualifikuam apo arritme në diçka, po për ne ishte mjaft. Do të flasim më vonë, profesor, për ekipin kombëtar, sepse ne zakonisht e nisim nga rrënjët e tua, nga ata prindër të mrekullueshëm që lindën dhe rritën, jo vetëm një djalë si Asti Dafizi, por djem dhe vajza që i dhanë më shumë emër familjes Hafizi në Shkodër. Kush janë prindit e tu, ndërkaq që regjia gjithmonë është e vëmendshme na sjell këtë foto që mund të them është foto sa 1000 fjalë. Kjo është foto e prindërit min, nana dhe baba, kur janë theu, në 51, 1951. Nana ime është me origjinë nga Dibra Malle, baba është nga Shkodra. Janë njoftë në Tiranë, baba ishte ushtar, këtu janë pra me diferencë, nana ime është 17 vjeçe këtu, baba 24. Janë disa kujtimet e cilat mi kanë lënë prind, paktën nana vazhdon të jetoj, po baba jo. Edhe i kam, domethënë janë disa gjërat e cilat unë ja di paktën ose i vlerësoj shumë për atë që na rritën, na formune edhe na linden. Edhe u edukuan. Na edukuan shumë. Po kjo. Këtu jam me babën dhe nanën, kuptohet, motra dhe vllai Arturi edhe Fërdita. Në 72-shin kam qenë me pushime që visha nga Shkëndia. Edhe pushimet e qershorit. Unë 19 vjeç aty, vllai im 16 vjeç, motrën e kishim me diferencë. Ishte punë 7 vjeçe, kështu që këta janë domethënë kujtimet e cilat janë të paharrueshme do vësin gjithmonë. Kemi edhe një tjetër në një kohë tjetër, sepse ja. Këto jemi kriju të shi familjet tona, edhe bashkë me babën dhe nanën, jam unë dhe është Arturi, është Afërdita në mes, motra, edhe me Nipa dhe me Mesa, prindë e mi, Arturi me Brisidën, me Qoqen, unë me Nipën, janë kujtimet e cilat kanë vite, kemi disa vite këto. Shikohet edhe nga foto që jemi shumë të ri. Bukur. Lasim tani pak për sportin, profesor. Për futbollin, sporti që ti e zgjodhe një jetë. Përse? Përse? Nuk e di, u futa ndoshta edhe pa pritur në futboll, u futa janë këto fotografia që i shoh që në vitet 63, 66, 67, kur jam qenë me fëmijët, pionerët e Shkodrës, aty kam marrë pjesë në aktivitetet, aty na zgjollën pastaj për të ardhur të Shkëndia në Tiranë, që na zgjollën. Ishan domethënë momentet e cilat pa disa veti trajnerët, nuk e di. Unë kisha qef muzikën, nuk e di, kisha edhe një del ndoshta te muzika, por ndoshta për shkollën që ishte masdite, kishim një shkollë muzikët në Shkodër, nuk më lanë prind sepse s'kishin kush më qote dhe kush më merrte në shkollë, me që ishin punë. Kalova një shkollë paradreke, në fillore, mbeta të futbollit, detyrimisht baba ishte, ai që ishte edhe i lidhën edhe i pasionuar mas futbollit, edhe fillova me ekipet e fëmijëve, se unë deri te fëmijët kam luajtur, edhe pionerët kam luajtur në Shkodër. Nuk kam luajtur as me paratrit, as me trit, sepse erdha në Tiranë. Në Tiranë ishe brenda një shkolle sportive, Loro Borici, që ishte bashkim vlerash dhe bashkim talentesh nga gjithë Shqipëria, apo jo? Ai ishte shkolla e parë që u hape futbollit në 68-ën, pranë Institutit të Kulturës. Pra, ishim pranë Institutit të Kulturës. Atashuar ty te instituti. Aty ishte konvikti, aty ishte menca, aty ishim, domethënë, ishte pjesa më e madhe, ne ishim konviktor nga rrethet, nga Tirana kishte një 7-8 vet, 9 vet sa ishin. Edhe ajo shkolla është aty ku mor me njëritë e para të përgatitjes gjithanshme të futbollistit, se i bëshim gjitha sportet. Atletikën, basketbollin, volejbollin, gjimnastikën e merrall. Kështu që aty mora formimin e parë. Si futbollist, paktën në ato simptomat e para, në idetë e para të përgatitjes si mund të bëjnë një sportiv. Këtu jam me Bariishkën, viti i parë i joni. Me Bariishkën. Këtu jam me Trit që kemi dalë kampion me Shkëndin në vitin 69. Para neshjes kemi dalë Vllaznia Partizani stadium që Manstava për të marrë kupën. Si që u bëshit atë kohë. Këtu jam me Shkëndin kategorinë e dytë që kemi luajtur edhe këtu. Kemi dalë kampion. Këtu është një gol me Kavajen që jam poshtë i goditë me kokë në finalen e Kupës së Republikës 5-1. Janë disa momente se ne kena pas pak filmime, se kemi pas shumë. Ti ke shumë momente, profesor, ti ke shumë foto, shumë. Prapë me Shkëndin jam këtu, edhe kjo me Shkëndin, janë stadiumi Dinamo kena dalë. I kujton këta djem? Shumë. Janë
gjithë talente nga gjithë Shqipëria. Gjithë, një pjesë edhe nuk jetojnë më. Bëjmë një omash për ta. Pa tjetër. Këtu është me Vllaznin 78-ën që kemi dalë kampion, për herë të parë që dola sa shkova në Shkodër. Edhe ky është një super kujtim, një gjë e bukur dhe ka qenë maja e parë kjo Astrid Afizit apo jo? Fitimi i një kampionati i kupe për herë të parë. Domethënë ekipet para. Flas për ekipin e parë, se me tritë e kisha provuar. Po, këtu është 78-ën, ku krahas Sababizit e Dinxhegës e Merrall, lojtarët e Vllaznisë, ne dolme dhe dolme Kupat e Europës për herë të parë në Champions League. Profesor, ne sot do të përpiqemi të dhurojmë disa emocione, sepse jam përpjek të gjej njerëzit e tu më të afërt. Kam dëgjuar që ke qenë në një dhomë me Dashnor Bajazitin. Është e vërtet? E vërtet. Ne kemi vajt në kavaj dhe kemi intervistuar Dash Bajazitin. Ta dëgjojmë se çfarë thot ai për shokun e tij të ngushtë dhe të mirë, që nuk e harron asnjëherë Astrid Afizin, cilat janë kujtimet e Dashnor Bajazitit, një emblem e futbollit të Kavajës dhe shqiptar për Astrid Afizin. Nuk është e vështirë të flasësh për te, sa i ka folë vetë me veprën e tij. Astrid Afizi ishte një student dhe një nxënës i shkëlqyer, një dallur, studiante, i rregullt, por dalim te fusha e futbollit. Astridi ishte simbol i pasërtisë, i lojës futbollit të zgjuar, se ishte organizator i shkëlqyer, lutem mes fushës dhe Astridi ishte shumë teknik edhe kishte shumë inteligjencë në lidhje me futbollin. Astridi lundte pastër, ishte korrekt, nuk grindesh me kundërshtarin, as me gjyqtarin. Domethënë ishte një simbol në gjitha drejtimet. Shembullor, i urtë, i sjellshëm, i shoqërisë. Astridi ka dhënë një kontribut më te Shkëndia po, te Vllaznia po. Ka qenë dhe futbollist i grumbulluar me ekipet shpresa, me ekipet kombëtare, por ka një kontribut më edhe pas lënies futbollit me kombëtarën, trajner me Vllaznin, ka dhënë një kontribut më. Kështu që unë nuk kam çfarë të them për Astridin, se ai ka fol vetë me punën e tij, me veprën e tij, me sakrificën e tij, shembullor dhe simbol për gjithë brezat që do vinë. Shembullor dhe simbol për gjithë brezat që do të vinë. Është bukur kur i dëgjon nga ai shokët, kolegët, miqt, e keni ndarë shumë kohë bashkë. Me Dashin kam pasi shoqëni shumë të madhe në vazhdimin të Shkëndia. Një pjesë me i grup shokës, po në veçanti ka qenë edhe Dashi, edhe kemi kalu, kemi da buken bashkë. Normalisht kemi jetu bashkë, sepse kemi qenë të dy. Ai nga Kavaju, nga Shkodra. Plus në lojë që ka qenë edhe Dashi për vetë e ti, ka qenë një futbollist i cilin ju keni pa dhe në ato emisioni që keni ba dhe për Dashin, se kusha Dashi. Profesor, si ka qenë eksperienca tek skuadra e Vllaznisë? Arritet fitosh kampionat, kup, si kanë qenë këto vite, ata yjet e futbollit shkodran në atë kohë, ti arritet bësh kapiten i tyre, pra ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme, besoj, për një qytet që futbollin e ka si buka. E vërtet. Thëmë drejten, futbollist që arrit atë marrë një farë emrit, ishte te Vllaznia. Unë me drejtet isha te Shkëndia, për nuk kam qenë shumë i sfikator. Ka pas lojtarë më të mirë se sa unë të Shkëndia. Një grup shumë i mirë me Vasilat Zërin, me Agron Sulën, me Petri Gjone, Milto Gurmën, Gjergji Ballçën, Gim Bulkun. Para ka qenë një grup Leonida Qurin. Por ku erdha në Shkodër, unë gjeta një grup lojtarë shumë të mirë me Sababizin, me Dinxhegën, edhe unë mendoj që kam gjetë një grup të jashtëzakonshëm që me rritën si lojtar, rritat të marrë një farë formet të cilën një emën paktën kështu, unë e kuptoj duke pas parasysh kush ishin ata. Kështu që detyrimisht ti mund të kesh aftësi shumë të mira, por kur nuk ke një grup të mirë lojtarësh, kur ke lojtarë të sfikatur, nuk mund të ecesh përpara, mendoj unë. Gjithmonë të çon përpara grupi i lojtarëve, se loja futbollit është një lojë kolektive. Nuk je si vetëm mund të zgjidhësh gjitha problemet. Kështu që kam pas fatin që të luaj sidomos mezin e fushës me Sababizin, i cili më mësoi shumë gjëra të cilat detyrat i kishim të ndamë në fakt, të dy mes fushët, por Saba ishte ai që më frymëzonte, më inkurajonte, edhe kishte besim shumë te unë. Kështu që aty mora një emër te Vllaznia, duke fituar edhe kampionat edhe kup, jo një, po 2 kupa, 2 kampionate, kështu që unë ja di paktën edhe e vlerësoj shumë këtë arritje ndoshta, se unë paktën veten time se kam pas herë të luajt në Frim. Unë nuk e di, se s'kemi pas në atë kohë shumë filmime, si sot. Paktën tjerët na vlerësojnë, unë paktën vlerësoj tjerët që e mbaj mend imazhin e tyre, lojën e tyre,
edhe jam gjendje që flas për ta. Për veten time nuk di. Paktën kam vetëm foto, por nuk jam shumë i bindur se ku ka vjen. Okej. Gjithsesi ne nga arkivi kemi arritur të zbulojmë disa momente kur në fakt ti ke qenë, edhe pse nuk ke bërë gol, ke qenë protagonist në ato lloj ndeshjesh apo në atë histori, është një kronik arkiv Asidafizi në disa ndeshje të ndryshme, qofshin këto kombëtare, por dhe ndërkombëtare, është me zë. Pra, është një kronik, një bashkim kemi bërë, që është me zë dhe tregon në çdo ndeshje, natyrisht nuk është se ti je vetë protagonist, por ke qenë protagonist e fush. Pra nuk është se ke shënuar, por ke ndihmuar për të shënuar gola. Ta ndjekim se është një emocion vërtet shumë i bukur me zëra komentatorësh të ndryshëm dhe vazhdojmë bisedën me Asidafizi. Ndeshja finale për Kupën e Republikës u zhvillua në stadiumin e qytetit të Shkodrës midis Dinamos e Vllaznisë. Në pjesën shtesë të lojës, pas një përsie të vazhdueshme të futbollistëve shkodran, Zhega tund rrjetën. Një minutë më vonë, Vukatana e kalon kuotën e goleve në 2-0. Pastaj është Marko i Dinamos që e shkurton këtë diferencë në 2-1. Kështu Kupën e Republikës për të tretën herë e merr Vllaznia e Shkodrës. Një fitore e bukur dhe merituar e kësaj skuadre në prag të 60 vjetorit të krijimit të klubit sportiv Vllaznia. Skuadra greke gjatë lojës u përpoq të kalonte në sulm, por ndeshja aty në mbrojtjen e sigurt të skuadrës së Vllaznisë. Goli shënuar nga Bizi u bë sinjali sulmeve të tjera të skuadrës shkodrane. Fillimi i aksioneve të njëpasnjëshme të Vllaznisë konkludoi minutën e 8 kur Zhega shënoi golin e parë. Minutën e 57 Zhega i kthen një top Ballgjinit, i cili shënon golin e dytë. 2-0. Momenti vështirë para portës kundërshtare. Sulmon Zëri, 3 dublime të bukura dhe një gol akoma më i bukur që ngriti pesh stadiumin. Duke shfrytzuar një pasiguri të mbrojtjes greke, ishte Fagu ai që shënon në portën kundërshtare. Megjithse në 20 minutat e para të pjesës dytë loja ishte deri diku e zbet, janë përsëri tanët që shënojnë me anë të sulmuesit të krahut të djathtë Bulhut. Shoton Fagu, gol! Dhe ja, më në fund, goli i barazimit. E përsi e Shkëndis gjatë tërë pjesës 2 të lojës, kur orëzohet me golin e fitores, plotësisht të merituar. Futbollistët e rinj, edhe në këtë ndeshje treguan shpirtin luftarak, pasionin e flakt për futbollin. Dinamo e konkretizoni përsinë që në minutët e para, duke shënuar me anë të sulmuesit Dibra. Në minutën 29 përsëri një aksion i bukur i skuadrës son. Përnaska kroson drejtim portës dhe Zëri e kthen në gol. 2-0. Pra, bëm një përzgjedhje, profesor, jo rastësisht, jo pa qëllim, pasi ju keni qenë pjesë e disa skuadrave përveç Vllaznisë. Keni luajtur për Dinamon? Kam luajtur për Dinamon. Për Shkëndin? Shkëndin, po, aty fillimisht. Për Dinamon, edhe me Tiranën. Edhe me Tiranën. Na merrshin atë kohë për forcime. Nuk kishte kështu lëvizje siç marrim sot. Bëjnë me federime, me kontrata të ndryshme. Në atë kohë sulejoshin me shku në klube tjera. Lutet Dinamo në 75 në Kupën Ballkanike. Kishin nevojë për një lojtar 2-3. Morën mund 75-ën, kundër 76-ën luajtën kundër Dinamo Zagrebit, edhe Etnikos, që ju pat disa pjesë aty që bëni Dibra gol apo dhe Vasila Zëri, edhe na ndrun emnat. Mua dhe Vukatanin kur na morën tek Tirana në 81-shin, 82-shin për Kupë Ballkanike edhe aty, edhe mu unë emrin e babë Shuaibi, Vukatan si vunë Shevqeti. Edhe që mos ta njifshin dhe me në atë kohë. Kjo ishte një diçka e cilën u dha një orientim nga federata,
e nuk dolme me emnat tonë. Na borin atë neshe, fitoj Tirana, kualifiku, dolin finale, kontribum për atë neshe, kështu që këto kanë qenë levizjet e vogla, neshet veçanta. Nuk u zbuluat? Ja. Nuk u zbulu fare. Se nuk e interesoshin atë kohë kuj, se kush ishte kuj, ka erdhe kuj, besojon. Pavarësisht ato në ndrune, po edhe nështë s'kishin nevojë të ndrune. Se ne mërshim ka 3 lojtarë, si shkoj Vllaznia në 78 në kupën e Champions League, ne morë me Jani Kaqin, morë me Safet Berishen, morë me Tit Dibër, morë me Shyt Ballgjinin. Po, pam dhe Austrinë e Vjenës. Pa dhe Austrinë e Vjenës që ne fitum 2-0 në neshen e parë. E kujton këtë ndeshje? Shumë, e kujtoj se në neshen e kthimit ka pak të në maj mënë se kam shenu gol. Atje 4-1 që kemi humë. Në Austri, u eliminume për 1 gol, se këtu fitum 2-0. Kështu që e majmën, se ishte një nga neshet, se për herë parë që delëshim në Kupat e Europës, mbas një dënimi që na boni shteti për 5 vjetë. Në atë kohë kështu ishin, me që nuk përlushin mirë në 74-shin, ekipi jonë kombëtar, humi 2 neshje rresht dhe u denu, thanë e letë, mos marim pjesë i jetë pregaditim i mirë, si që ishte edhe në atë kohë orientimet e shtetit. Një tjetër miku juaj, profesor, bashkoz dhe bashkëlojtar është edhe Fatmir Baqrami. Një tjetër emër i respektuar i futbollit shkodran, i cili falë kolegut Gjergj Kola, që e falenderoj në Shkodër, pra sjell një intervistë ekskluzive në këtë emision Rrëfim Kampionësh për Astrid Hafizin. Le ta përcjellim se çfarë thot Baqrami për shokun e tij. Me Astrid Hafizin nuk kena linjë një ditë. Po jena i moshë të sakë, ma jena shokë. Vëllezërin kena kënë gjithmonë, kena lutë futboll në Shkodër, ndërda fusha dvogla, dzeza, dhe aty është pa talenti i Astridit. Shku me shkollë futbollit bashkë me Astridin, aty kena ba 7 vjetë jetë bashkë njënë me tjetën, kena ndru teshat njënë me tjetën, kena fjetë afer njënë me tjetën, kena hamër bukë bashkë, dhe Astridin me të aji njeri që ja kënë gjithmonë. I regullt, i disiplinum edhe shumë i talentum futbol. Një mesfushor që e ka marrë topin, ka pas kokën nëlt, ka pas vizion, edhe për ti unë maj mend shumë gola kam ba për kam veti, ka nërë topët për ti. Sepse i shifte cilësit e mija, si lujtar i shpet, me e dhe topin për para, s'me e dhe topin në vend. Dite kuj me dhanë topin për para, kuj me dhanë topin në vend, ku me gjyt vetë, ku me hi vetë me ba gola, ka kene një mesfushor që duhet më majtë men gjatë. Një mesfushor që duhet më majtë men gjatë. Kena ndru teshat bashkë, kur e merë të topin e matë e kryt nalë, shumë gjëra buka ka thënë. E vërtet me Fatmirin, kjo është pjesë e jetës time futbollistike, Fatmiri. Po t'i shovi gjithë i kam të shkputra, diku 4 vjetë, diku 3 vjetë me shoqënina me mitësina, ashtu që shpërmen me Dashin, ashtu kam edhe me tjerë Vasilat Zërin, ashtu kam edhe me Tit Dibërën. Por me Fatmirin e kam pri fillimi dhe në fund të karierën. Në fëmi, edhe derisa e lanë futbolin të dy bashkë. Erdhe edhe të Shkëndia këtu të dy se në zgjollin, se i tiravë. Kështu që me Fatmirin duke ditë se aftësit e tia, ashtu që tha dhe Fatmiri, i shpejt, ishte atlet, ishte gjimnast, ishte lojtar, kishte gjitha formatet e tia, unë shfryzosha shpejtësinë e tij, jepsha topin e gjatë, se e disha se si e don Fatmiri topin. Edhe kështu që kemi kalu i kohë shumë bashkë, deri në fund sa alam futbolin të dy bashkë. Është e vërtetë dhe falenderoj shumë për fjalët e mira. Një tjetër mik i yti dhe bashkohës është Ferit Borshi. Edhe ai është përzgjedhur në këtë emision, pra janë disa nga miqtë e tu më të mirë që ne kemi përzgjedhur, dhe nga bashkosit dhe bashkëlojtar, edhe ai njeri me shumë kontribute, mjeshtër i madh, pra ka marrë dhe titullin. Po çfarë thot Ferit Borshi për Astrid Hafizin, është një tjetër intervistë që ka realizuar kolegu ynë Gjergj Kola në Shkodër. Le ta përcjellim së bashku edhe këtë intervistë. Astrid Hafizin rrallë por ardhi në vitin 1975 nga Shkëndia, zbashkut me Fatmir Baqramin, një vjetë për para ti kishtë ardhë Agim Media, dhe më ardhin e këtune të dyve, plus edhe Agimit, ekipi Vllaznis mori si të thush një përforcim. Astrid ishte një lojtar i veçantë në lojën e tij, një mesfushor organizator, por me dhëna teknike të përkryme. Po thamë dhe herë ishte Astridi kishte veti mjaft mirë si mesfushor. Ajo vetëm shpërdon të lojën në përkrah, por gjithashtu edhe vertikalizohet shumë topa. Kishte një gjatë veçantë për kohën sepse ai lojta do pjo pasin mjaft mirë,
sepse nga ana teknike ishte shumë i përgatitur. Plus saj, ishte një person i qetë, loj, ishte një person që mata regjim gjatë javës, ishte i përkushtuar shumë në futboll, dhe plus tyre cilësive të tjera që kishte, asnjë ishte edhe mjaft i komunikueshëm me shok, por duhet të them që ai ishte edhe një trajner i kohës. Domethënë, ishte person i cili studionte, plus që kishte kryer edhe Institutin e Infrastrukturës, dhe duhet të them që ishte një person mjaft i përgatitur nga ana trajningut, futi të re në stërvitje, metoda të reja stërvitore, dhe arriti edhe ai që delte kampion me ekipin e Vllaznisë. Shumë gjëra tha, një përshkrim shumë i bukur edhe i Borshit, mënyrën e studiurit, teknikat e reja që fute, pra të gjitha këto janë atribute, profesor. Ne do të flasim pastaj edhe për trajner, por të qëndrojmë pak edhe si futbollist e Vllaznia. Pata një kënaqësi kur foli Borshi, por Borshi e mbajmë paktën edhe si lojtar, me vërtet ka qenë një pjesë e jetës time te Vllaznia, po humori i tij ka qenë shumë i bukur, shumë i mirë, i veçantë. Edhe më kapi pak një farë buzëqesi, sepse kur e kujtoj Ferit Borshin të folë për mu, e kujtoj edhe më kap një shprehje e tij, një batutë e tij që ka qenë shumë e bukur. Kur lushim të dyve. Edhe unë isha në mes fushë gjithmonë, Feritin e kisha në krah. Ot majt ot djathtë. Feriti kisha aftësina shumë të mira fizike, raporte shumë mirë. Punote me dy akant shumë mirë. Ishte një aerobik shumë i mirë. Mirë po, kur delshim fushët, kishte ata e humorin, sepse në gjote të bërtit e emrin tim stadiumi. 1 herë, 2 herë, 3 herë. Kalote ndeshja vite tjeta. Edhe i herë mu këthuj mu. Që bërtasin për ty, unë bëj gjithë hamalejkun të më, unë vrapëj, unë të mulej kundërshtarin, bërtasin për ty. Më kape i gasët lojtë, i thashun, po kuna lani, i thashun, këshuna dani, i thashun, mu këtë punë, ty atë punë, i thashun. Mi po, me atë humorin me batutën e ti, edhe sot e përdorim, edhe e kujtoj sa herë, edhe a i ma kujton, edhe për nej edhe për Feritin rruj respekt dhe vlerësim, sepse me të vërtetë të isha njeri që i neglizhosan në veprimet mbrojtëse. Të dhe më drejte, nuk kisha qef me mullu. Edhe gjithë atë punën time të mbrojtjes e bote Feriti. Mulot edhe të vete, po mulot edhe kundërshtarin tim. Kjo ishte edhe ideja. Cilat kanë qenë momentet më të bukura të Vllaznia, profesor, përveç titujve? Momentet bukura kemi pas vazhdimisht, normalisht. Pavarësisht se ka herë këta janë, edhe kemi ra në tokë, kemi çu prap, kemi ra në tokë, kemi pas ato zhgënjimet tona, por kemi pas i shoqni janë shumë të mirë. Ne u grumbulloshim ditë hane që ishim pushim, se ditë diele lushim gjithakonisht. U grumbulloshim bashkë, rrishim bashkë, pishim kafe bashkë. Në atë kohë, këto është një fotografi shumë e bukur me Tiranën që kam luajtur atë ditë, edhe i kujtoj disa gjëra të cilat edhe këtu ruaj kujtime shumë të mira me këtë grupin e lojtarëve. Edhe apo edhe me të Dinamo si luajt ato dy ndeshje. Po te Vllaznia kemi pas atë miqësinë dhe shoqëninë, kemi pas sinqert, pastër shumë. Edhe kam pas fatin që të kemi grup, se kemi kalu jetë. Edhe kur shoqënia më madhe jona këtu ka qenë te ekipet. Përveç lagje si kishim 2-3 shok, po s'kishim kohë me lagje. Pjesa tjetër ishte stërvitje para dreke mas dreke, kështu që me këto kemi kalu kohën e mirë, jemi martu, kemi shkuar në përdasme të njëri tjetrit, jemi bë me fëmijë, jemi bë gjysha, kështu që i ruaj një respekt dhe i vlerësim të veçantë, i cilën më ndihmuan edhe mua për të arritë se bashkë me grupin me arrit atë nivel që paktën e një të vlerësuar edhe nga tjerët. Po trajnerët, kush kanë qenë dhe çfarë keni marrë prej tyre? Normalisht trajnerët kam filluar fillimisht, ju e patën në fotografi, kam qenë në grupin e trajnerëve të parë të Shkëndija që kam qenë me Bari Ishken, me Zyber Konçen, me Çiçiri Rrelin. Pastaj kam marrë në Shkodër kur ardha me Xhevxhet Çaçirin, ishte trajneri që ishte legjendari i Vllaznisë, me Razan Ragamin, me Satrakiçin që kam punuar vazhdimisht, edhe Zeven Stranje që kam pas edhe ruaj kujtimet më të mira për te, ai nuk jeton sot, apo edhe me Paulin Nojen që kam pas trajnerin e portierave të parë, që arrit me të fusim te Vllaznia, trajner portiera, se nuk kishim në atë kohë. Këto me Saba Bizin është një fotografi me të vërtet në Razëm, sa erdha, një legjend tamam e futbollit tonë, se fjalë legjend ne e përdorim nga herë dhe frim vend e pa vend, por këta janë legjenda të veçanta, këto janë me të vërtet që nuk mund bëhen do kushdo. Kështu që unë mendoj që këtu ka qenë edhe sekreti i kësaj, që kemi pas një grup
shumë të mirë, miqësor dhe sot edhe e ruajmë, edhe kur shkojmë për një përgatitor të klubit. Po ajo historia e dënimit, profesor, se nga ngel gosht ajo. Si ka mundësi që dënohet Astrida Fizi dhe nuk lajmërohet fare, që do ik nga Vllaznia? E kujton me dhimbje atë çast? Po e kujtoj sepse jam disa momente të cilat vetë nuk kam se si t'i harroj. Isha sa po isha martu, sa po isha bë me 2 fëmijë, duke lënë gruan vetëm me 2 fëmijë, imagjinote se çfarë duke ikë në fshatrat të largëta që i shkosha ditën e anë dhe viça të shtundën. Për atë dënim që u arratisën 2 lojtarë të vitit 87. Po ashtu ishte në atë kohë orientime, direktiva që i jep të shteti në atë kohë, kush është drejtues aty, le të largohet edhe ai. Mungesh vigjilencët, më thanë mu, se mora vesh asum pse. Më mirë se më hoqe nga trajneri, po pse më çu në fshat, këtë se mora vesh. Se më të trajneri mund shkosh edhe mësues, si normalisht, sepse për atë kishim mbaru, pavarësisht se kisha edhe të trajnerit. Kështu që i qenë me të vërtet periudha më e vështirë, për 6 muaj, pak në 7 muaj sa nejt atje, edhe nuk ishte e lehtë. Pra, familja din shumë mirë se që mund të kenë pas ato vështirësitë e veta në atë kohë. Megjithatë, falë edhe këmbguljes që kisha edhe nga njerëzit që më rrethonin, që më ndihmonin. Profesor, kemi edhe një intervistë tjetër nga futbollisti i njohur Fat Bardhiera, për shumë vite edhe antar i Komitetit Ekzekutiv Federatën Shqiptare të Futbollit, mjeshtër i madh, lojtari i ekipit tonë kombëtar dhe ka ngel në ato targat e bukura të Vllaznisë, por dhe të futbollit kuqezi. Çfarë thot Bardhiera për mikun e tij, bashkëqytetarin e tij dhe shokun e tij Astrida Fizi, le ta ndjekim. Mendoj se ka qenë një ndër mesfushorët më të mirë që ka pas historia e futbollit shkodran. Duke pas parasysh se ishte një mesfushor, unë kam pas fatin e madh që kam lujt me te dhe shumë gjana i kemi ndjerë bashkë në fushën e Blert. Po ishte një lojtar me të vërtet klasik për kohën, sepse ishte vertikalizues, ishte teknik, po ishte shënues golash, ishte asist. Dhe më thënë, ka pas vlera për kohën e tij, mendoj se si që thash edhe në fillim se dosha me thënë në fund, një lojtar me të vërtet i jashtëzakonshëm për kohën që kemi luajtur bashkë. Dhe si trajner, unë kam pas fatin e madh që e kam pas edhe trajner, sepse në 82-shin u largu nga bota e futbollit, por mas 4 vitesh erdhi trajner dhe e kam pas edhe shok, edhe koleg, por edhe trajner. Në atë kohë, në 87-ën, me Astridin fituam edhe Kupën e Republikës. Ka qenë një djalë intelektual që në fëmijërinë e tij, do thoja, sepse një djalë me kulturë, një djalë i veçantë për nofta për gjithë ne. Kështu që mendoj se edhe puna e tij si trajner mendoj se ka pas shumë vlera, pavarësisht se koha është që të tregon se sa mundesh me pas vlerë. Unë mendoj se ka qenë një vlerë e shtuar në gjitha aspektet në futbollin shqiptar. Një vlerë e shtuar e futbollit shqiptar, por Jera na futi edhe në botën tjetër, në atë profilin e dytë të Astrida Fizi, që i dha dhe më shumë emër dhe më shumë krenari të trajnerit. Eksperienca jote si trajner, si ka qenë, profesor? Arritet fitore dhe trofe me Vllaznin, punove dhe me Dinamon. Mas lanës futbollit, më futa rastësisht te trajneri, nuk kisha dëshirë, me thënë drejtën e frym. Unë dësha me vazhdu pak futbollin, po në atë kohë na largune. Unë bani një revolucion të ekipit Vllaznin në 84-shin. Kë ishte. Patur një revolt me Sadion atë moment. Ja shumë, keq, po, unë dhe jeva, po jo se pata, me largune mua dhe një 3-4 lojtar, 5 lojtar tjerë. Me që atë vit nuk u paraqit me mirë në kampionat. Unë isha dhe kapiteni i skuadrës në atë kohë, po si që u boshin punë në atë kohë, nuk lej broqin ishë, edhe me kërkun në Tiranë për të shku për të vazhdu shkollën e kursit pas universitar për trajner kategorisë parë. Se ne që i mbaroshim me Shkëndin, edhe Institutin e Fizikulturës shkollën, ishim trajner kategorisë 2, mësues të edukimin fizik dhe trajner kategorisë 2. Për të ullë në stolin e ekipeve të para, u do të trajneri kategorisë parë, si që janë sot ato kurset e kualifikime që i bajnë A, B, C, atë kohë ashtu ishte, kurse pas universitare 1 vjeçare. Dhe më kërkune Tirana, dhe në Instituti i Fizikulturës, edhe më qune në atë kohë, edhe unë s'kisha dëshirë me shku, se s'mendosha që do bësha trajner. Pra baba ishte u fut në lojë, edhe ai më orientohet e thotë. Do me të ishim mësues e le futbollit, do me ishim mësues i thjesht. Me që i këhy kësaj punët futbollit, vazhdoj qoj dhe në full.
Sa që gruaja ime sot e përmend nga herë dhe thot që të mora që i ki qeni futbolist, këtë disha, dhe. Po se dhe vazhdosha dhe mrapa, këtë se disha, sepse është me të vërtet një diçka sakrifice madhe për familje tona, normalisht, sidomos vazhdimi edhe ma mrapa. E shumë të drejtë. Bashkëshortet janë gjithmonë ata që vuhen më shumë. Normalisht edhe di. Kanë bashkëshortin futbolist apo trajner, vërtet është. Shturat djela. Mirë, futbolist e ke për i periudhë 10-15 vjeçare, edhe maron. Po se të vazhdosh trajner mund të vazhdosh edhe 50-60 vjeç, a kupto? Po le që është dhe i stresun vetë. Po s'ka stresit, e din ato vetë që kanë humbë. Me që përmende bashkëshorte, profesor, ne të kemi bërë një surprizë sot. Kemi gjetë në arkivin e radio-televizorit shqiptar një intervistë para 30 vjetësh, që i kemi marrë bashkëshortës tënde në shtëpi në lidhje me këtë që thua ti, pra se si e përjetojnë bashkëshortët, qoftë gëzimin, por qoftë e kam harru fare, e kam harru. Ne ta sjellim sot në kujtesë, i lutem regjisë bashkëshortja e Alcida Fizit, Nimfa, që rikthejmë pas kaq vitesh. Kur fiton kuptohet që gjendja është jashtëzakonisht e gëzuar, harmonike, ka një eufori ndihet që dhe dera që najër, por kur humbet gjendja është e vështirë, domethënë ne nuk gjejmë mundësi si ta ngushëllojmë, si t'i ndodhemi afër, por këto bëjmë pjesë në lojën e futbollit, kështu që edhe ne jemi mësuar të jetojmë si me njërin ashtu edhe me tjetrin. Jemi mësuar të jetojmë të si me gëzimin ashtu dhe me humbjen. Ja, unë e di që çfarë sakrifice kanë bërë. Sidomos gruaja për të rritjen e fëmijëve, i kanë pas të vegjël. 6 vjeç, njërin 8 vjeç tjetër, të fillosh karrierën. Edhe rritja tyre, kuptohet pati edhe nimin e nanes vetë, por ma pak të nanes time. Kështu që e di që ka ka vujtë për të arrit dherë këtu. Do të rikthehemi pastaj tek bashkëshortja, por edhe pak me disa foto të trajnimit, pra si trajner, profesor Asidi, flasim pak edhe për këto vitet si trajner, për të shkuar te ekipi kombëtar pastaj. Flasim pak për vitet si trajner me Vllaznin, që arritet fitosh edhe trofe, apo jo? Nuk ishte pak. Që viti parë, unë më thëmë që në trajniu në hyna shumë shpejt. 32 vjeç u bëna trajner ekipit parë. Vllaznis. Po 32 vjeç, imagjino unë isha për drejtuar shokët e mi. Që ishte grupi lojtarëve që ishte mjaft i mirë në atë kohë, me Ferit Ragami, Luan Vukatanin, Ferit Borshin, e me radhë, Hysen Dedjen, Bardhieren, Roland Luqin, ishin gjithë i grupë shumë i mirë që unë kisha lujt para një viti 2 vjetë me ta. Edhe nuk ishte kollajt. Por me punën, me arritin që i bëme edhe me seriozitetin e tyre, ne fituam edhe kupën e Shqipërisë me njëherë mas 2 vjetëve, në 87-ën. Kurse në 92-shin e arritme dalin dhe në kampion, një periudhë shumë e vështirë e kohës tonë ishte në atë kohë, dhe fillova jetën e Talenigut. Arrita pastaj të bëhem fillimisht mori Beku Shbirqe, që i ruaj përse vlerësimin dhe respektin më të madh pavarësisht se ai nuk jeton sot. Zëvendës trajnim me ekipin kombëtar në 90-ën. Pak me kam punu edhe me ekipin e kombëtar të 21 vjeçarëve me Neptun Bajkun. Dhe pastaj ma vonë kalova në ekipin e 96-ën, kalova në ekipin e Shpresa që u kriju edhe i herë. Me ardhen time në Tiranë nga sekretari i përgjithshëm i asaj kohe Federatës Eduard Dervishi, me mori si trajner të ekipit të Shpresa. Pastaj mas largimit të Neptun Bajkës, u zemociova në 96-ën ekipin kombëtar duke bërë trajner për 3 vite. Këtu i pam disa fotografia dhe disa gjëra të ekipit që u ruaj. Profesor, më fal, shiko, këto janë momentet që na jep regjia, kanë marrë nga arkivi, kanë bërë disa kronika unë aso koja. Vështërsitë që keni patur kur ke qenë trajner kombëtar, kanë qenë vitet më të vështira. Shumë. 97, 98, 99, shiko, qa grumullimi, qa kushtesh. Ne bëjmë të servitet në atë kohë ishte aneksi klubi sportiv Dinamo. Ishin ato fushë ku sot është Federata Shqiptare e Futbollit. Imagjinoj tu e pat, jena grumullu për një ndeshje miqësore me Maqedoninë. Ne me që i Faruk Sedini, me që e shohëm në këtu në ekran, ishte trajneri Dinamos, ai na lejote ne që të fuqim e boshim stërvitje, se ne s'kishim fushë ku me bë stërvitje. Paradoks. Paradoks ishte. U grumulloshin në Dajt, të Chateau Linza, ka qenë një hotel ati që jasho dhe sot, po kanë ru emen, dhe zbritëshim poshtë dhe vishim e boshim stërvitje këtu. Ju shikoni me fëmijë tu anash, majtas e djathas, edhe për një ndeshje miqësore që u takova me lojtarët që erdhën ju e patë dhe takimin e Strakoshes, Rudi Vates edhe i Glitares, ato vishim me knatësimat madhe sepse krijuam një grup shumë të mirë. Grupi me vërtet i 97-s e deri në fund,
ai vazhdoi edhe më gjatë, vazhdoi edhe me Brikelin, vazhdoi pak edhe me Kuzhen, gjithë të lojtar, duke filluar edhe me këto lojtar që erdhën për herë të parë, siç ishte edhe në ekran që pam Alban Bushin, apo Igli Taren, apo Altin Haxhin, apo Altin Lalen. Kështu që jam shumë i kënaqur, domethënë që paktën zgjedhjet e mia në një farë maset kanë qenë të duara, sepse këto lojtarë vazhduan karrierën edhe dhanë shumë për vendin tonë. Një grup djemsh të talentuar, profesor, që sfiduan dhe kushtet e vështira edhe të vitit 97 dhe lanë mbresa me ndeshje historike, siç kanë qenë ato me Gjermaninë për shembull, apo me Norvegjin, barazimi me Norvegjin edhe këtu dhe atje. Ka qenë ndeshjet me Letonin 3-3 këtu. Barazimi me Greqin, 0-0, fitoria në Turqi, 4-1 ndeshje miqësore me Maqedoninë. Regjia do ndihmoj duke ilustruar bisedën me ndeshjet me Gjermaninë. Shikoj çfarë emocionesh. Këtu jena në Granada, në Spanjë, me që edhe kjo ndeshje do të lutem në Shqipëri, nuk lutem pse ishte edhe puna e problemit të luftës, edhe ne kemi luajtur atje dhe kemi dalë 3-2 kemi humbur. Kemi marrë 3 penallti këtu. Një humbi Irakli, dhe 2 tjerët i shënoi Bledar Kole, siç po shohim tretin kësaj radhe. Kuptohet, tu është ndeshja në Hanover. Këtu jemi në ndeshjen 4-3. Autogoli është i Koller, një krosim i Mahir Alili që e pamë këtu. Dhe pastaj ata na shënuan 2 gola, ne shënuam 2-2, ata na shënuan 3-2, ne 3-3 dhe në fund pastaj ishte ajo 92 minutë që shënoi Birovi. Këtu kemi atë konsolidimin e skuadrës tonë kombëtare, ishin me vërtet këtë periudhë. Tare erdhi në lidhjen me ekipin shumë në formë, ishte Bushi, ishin gjithë lojtarët e cilën pastaj dhanë maksimumin dhe siç e thash përpara, këto vazhduan edhe më tepër dhe i shërbyn shumë ekipit tonë kombëtar. Po këto ndeshje janë pa harruar. Normalisht në vetvërtet nuk arritme në një sukses të madh, po të dalësh në Gjermani 4-3, të shënosh edhe 2 gola atje në Granada, domethënë 5 gola. Ishte fut një frymë lojës sulmuese. Unë kisha qejf normalisht ne të krijoshim një ide të lojës me koncept, me ide. Pavarësisht se shumë vetë mendojnë që ne s'morëm me rezultat, po rezultati vjen më vonë. Do të lutem regjist ti lej golat, ja, ta lej gjatë gjithë intervistës, shikoj një tjetër gol i shkëlqyer. Ky është goli i Haxhit. Mos gabojmë, është i Rudi Vatës. Këtu është goli i Rudi Vatës 3-3. Altin Haxhi. Jo, i Rudi Vatës. Ja, këtu shëndet të që Rudi. Rudi është Rudi ka shënuar. Këtu kena barazuar 88 minutë. Tash në 92-3 kemi marrë golin e 3. Ja dhe fitoria me Irlandën. Këtu është me Irlandën, ky është Altin Haxhit, po. Këtu është Haxhit 1-0 në Zyri. Që fitum 1-0. Ka qenë një festë e madhe. E jashtëzakonisht shumë shqiptar, imagjinon atë kohë kishim shumë shqiptar. Për fat keq luanim jashtë, profesor. Jashtë veç që të luajmë ne. Atëherë me pak fjalë po mbledh. 25 ndeshje që kam drejtuar ekipin kombëtar, vetëm 8 herë kam luajtur në Shqipëri dhe 17 herë. 17 ndeshje jashtë. Jashtë kemi luajtur. Ja dhe gëzimi i stafit, profesor Astridi, i lumtur bashkë me djemët. Ne mjaft kemi arrit bilen atë kohë, sepse gjithë ne veç që të luajmë në Tiranë, i zhvilloshim jashtë se sta letë UEFA. Çfarë goli ka bërë? Këtu kemi të duket mos gabojmë, kemi të Alban Bushit me Letonin. Ja, ka shkëlqyer 2 gola. Çfarë goli ka bërë Bushi, i papar. Ja dhe portreti i Astrid Hafizit, gjithmonë i qetë ke qenë, edhe pse në kulmet e suksesit, gjithmonë modest. Ja dhe goli i dytë me Letonin, ka qenë një ndeshje dramatike kjo, 3-3. Ja dhe goli tjetër. Masi na qune 3-1 ato, ne kemi barazuar me 2 golat. Mirë, këtu është i Devi Mukës ky goli. Kthyem sot shumë emocione publikut, profesor, përmes sa interviste. Se harron herë, edhe gjërat e mira harrohen. Ja, normalisht. Ky është goli i Glitares me Norvegjin. Me Norvegjin, me goditë Denivit. Një mrekulli. Pra, sollëm disa emocione, profesor, ti ke shumë ndeshje të bukura në fakt. Kujtojmë edhe ndeshjet që janë bërë jashtë edhe me sa e bukur ka qenë kjo. Kjo është me Norvegjin. Goli i parë është i Alban Bushit. Me Norvegjin, gola të bukur shumë. Kalum 2-0, pastaj kuptohet. Shumë gjana. Sinqerisht e përgëzoj publikisht, profesor. Jo, faleminderit që më kujton shumë gjana, po. Për gjithë të klim dhe për gjithë të sukses dhe karizëm që i dhe ekipit kombëtar. Njëherë duhet të rikujtues të shikojnë ku kemi qenë, ku normalisht çfarë kushtesh kemi pas. Edhe çfarë kemi arrit. Normalisht është mirë të dihen dhe të kujtohen ngaherë. Se sot janë si nata me ditën, Absolutisht. Sot kushtet e kombëtarëve nuk krahasohen. Sot mund drejtosh edhe mund të kesh ato mundësitë që të drejtosh në mënyrën komode, siç e themi ne. Unë këtë fat nuk e kisha. Gjithsesi le emrin e mirë, profesor. Astrid Hafizit kujtohet edhe sot. Ka kaluar shumë vite. Shpresoj të Ka kaluar shumë vite që nga 99-a kur ke lënë kombëtarën dhe akoma kujtohesh. Dhe unë mendoj që
që një titull në vete është kjo që të kujtohesh, edhe pse ka kaluar shumë vite. Dhe Alban Bushi është njëri nga ata që të kujton, që të do fort, një nga ish futbollistët tanë të mrekullueshëm, shumë cilësor, gol shënues, njëri me një zemër dhe një karizëm të jashtëzakonshëm. Çfarë thot Bushi për Astrid Hafizin, ish trajneri i tij të ekipit tonë kombëtar, Alban Bushi që sot drejton për vitesh pra ekipin U21, të cilit edhe ju uroj sukses dhe e falenderoj që u tregua kaq i gatshëm me këtë video mesazh, me që nuk ndodhe në Shqipëri dhe ka dërguar një video mesazh nga jashtë për Astrid Hafizin. Profesor Astrid ka pas kombëtar në një moment vështirë, le të themi, por me shumë lojtarë cilësor. Futbolli ka qenë breslëndës, pra sot e kësaj dite kujtojmë ndeshjet tona me Gjermaninë, le të themi. Ka kaluar shumë vite dhe pra ne si shqiptarë kujtojmë ato ndeshje. Ka qenë ndeshje shumë emocionuese, me shumë gola, pra kemi luajtur 2 me Gjermaninë me profesor Astridin dhe dyre kanë qenë ndeshje fantastike, le të themi. Para se kemi humbur minutë fundit, 4-3 Hanover ose 3-2 Granada, ka qenë ndeshje që do të mbahet më gjatë. Por edhe barazimi në Norvegji ka qenë shumë i rëndësishëm dhe mund ta merrim atë fitore, kemi qenë 0-2 për ne deri në fund. Na ka barazuar Norvegjia 2-2. Ka qenë ndeshja me Turqinë miqësore që e kemi mundur Turqinë me 4. Pra, me profesor Astridin, ekipi kombëtar mendoj që ka qenë shumë kreativ, sidomos në fazën sulmuese. Për ato kushte që ne kishim në atë kohë, mendoj që ka bërë më të mirën. Do të ngjelin nga ata trajnerë që gjithmonë do të kujtohet le të themi për futbollin që ka bërë, për motivimin, për inteligjencën që kishte. Ishte shumë inteligjent, ishte shumë motivues. Një vlerësim i shkëlqyer i Bushit, i merituar natyrisht. Falenderoj edhe Bushin. Edhe Bushi mjaft i ka dhënë ekipit kombëtar, është e vërtet. Filloi në atë kohën e vështirë me futbollin, me kombëtaren, fal aftësive të tij, fal egoizmit në thojza të mirë që kishte, dëshirën e madhe për të qenë gjithmonë ndërmes më të mirëve, edhe për t'i dhënë ekipit tonë në çdo pozicion që e lutej. Edhe kështu që e falenderoj edhe Albanin për fjalët e mira. Profesor, ju jeni vlerësuar me shumë tituj. Që nga Naim Frashëri, urdhri Naim Frashëri ose kohë, medalja e meritës në sport, titulli mjeshtër sporti, mjeshtër merituar sporti, nderi sporti shqiptar, mbi gjitha titulli mjeshtër i madh, që t'u dha nga presidenti i Republikës, por dhe nga klubi Vllaznia, pra edhe në personalitetet e njerëzve të shekullit edhe shumë gjëra të tjera që marr. Nga arkivi unë kam marrë sot një moment kur Miran Hakani ndjes pas ato kohë bënte ato spektakle sportist yje njerëz. Dhe 2 nga të preferuarit dhe të vlerësuarit atij spektakli keni qenë ju dhe Faruk Sejdini që e përshëndes, të cilin e ke marrë gjithmonë në krah, pra për vlerat që kishte dhe për aftësitë profesionale që kishte. Por të rikthem pak ato emocionet asaj mbrëmje, si kanë qenë, kur Silvana Braçe thirrte emrin tënd në sallë. Trajnerët e ekipit kombëtar të futbollit, Astrid Hafizi dhe Faruk Sejdini. Mendoj që në radhë parë ne njohim mirë veten tonë, edhe në raport jemi me kundërshtarët. Kjo është kryesore. Ne sapo kemi filluar disa ndeshje dhe shpejt për të dhënë shumë mendime. Ndeshje mjaft të vështira janë në vitin e ardhshëm. Kemi filluar një rrugë, një punë me ekipin kombëtar. Gjithmonë shpresoj të bëjmë diçka për të mirën e vendit tonë. Ftoi për të dhënë kupat trajnerëve të ekipit tonë kombëtar të futbollit, ideatorin dhe organizatorin e këtij spektakli, sportist i njohur njëkohësisht dhe shef i seksionit të sporteve pranë Bashkisë së Tiranës, zotin Mirjan Hakani. Ky pra ishte një kujtim që ta risolla sot në këtë intervistë në këtë rrëfim kampionash. Nuk kam se si mos përmendi Farukun. Faruk Sejdinin, paktën me që e nxorët një pjesë, sepse ka qenë pjesë e jetës time në ekipin kombëtar, për ato 3 vjet të vështira, krau i djathtë imi dhe e falenderoj shumë për ato mundësi që më krijoi me atë përvojën e tij, se kishte një përvojë më të madhe se sa unë, normalisht në drejtim, por ishte me të vërtetë njëri që pat me një kombinim, pat një lidhje, edhe çdo gjë që e krijuame së bashku, në marrjen e lojtarëve, në mënyrën e lojës, në atë stilin ton, kështu që për Farukun kuptohet e vlerësoj shumë për atë që i dha ekipit ton kombëtar. Profesor, flasim pak sepse minutat po ikin, disi ikin koha këtu në rrëfim kampionash, pa e kuptuar. Flasim pak për familjen tënde të mrekullueshme, për bashortë Nimfa, një zonjë vërtet, por dhe për 2 djemt që i ke
trashëgimtar shumë dinjitos. Flasim pak për bashkëshortën, njohja me të dhe jeta që keni bërë gjithë të vite, trashëgimtare tashme keni bërë gjyshër. Sa të zgjojnë emocion të tilla kujtime? Në një të jashtëzakonshme nuk kemi pas, me të thënë drejtën. Një joje shumë të thjeshtë kemi pas, nuk është se veçojmë në diçka të jashtëzakonshme, thash edhe parë. Është paktën jeta tregon paktën sot e kësaj dite që kam pas fat, normalisht, se të përballoj një burr me këto probleme që ne thamë të jetës, duke pas parasysh aktiviteti që i kisha, nuk është e lehtë. Absolutisht. Edhe i ka përballuar dhe ka arrit shumë gjëra të cilat u ja di shumë edhe falenderoj shumë që i morë nështë edhe momentin, pavarësisht se unë nuk shprehem shumë, edhe ajo nuk një gjë në herë në i fjalë. Por këta kanë qenë disa kujtime, këtu jene për i vit të ri, në 82 në Tiranë, kene ardhë të 15 kaçi. Ishte gjë e madhe. Gjë e madhe për herë të para, kuptoj edhe. Këtu jemi sa po jemi feju, kështu që sakrificat e saja dëvan janë të pashlyr. Unë nuk dëvan i detyrohem shumë. Për rritjen e fëmijëve, të 2 fëmijëve të cilët u rriten në sajtë të saj, normalisht edhe. Si quhen, djemët? I malli quhet Arenci. Arenci? Edhe Ergi. Dhe Ergi. Kemi edhe fotot, je përgjigja fotot e fëmijëve dhe familjeve të tyre, ata tashmë janë bërë prindër të Arenci. Ergi është Ergi me vajzën që ka po i bëhet 1 vit e gjys. Vazhdojmë. Kemi foton tjetër, të djalit tjetër. Kjo është Arenci. Arenci edhe shoqja, Jona. Edhe Matias. Edhe Matias. E kështë një emër shumë të bukur, se kështu ma qua edhe mua Nipin. Si duket... Këto është Ergi prap. Ergi dhe vajza, janë kujtive të bukura këto. Ergi nga ka bërë një surprizë për babin. Ergi? Po, mu më thanë që djemë të astritet nuk flasin, janë të vështirë, jo mërë, unë kur fola me të ishte një brillant. Ergi ka dhe një video mesazh me shumë dëshirë, unë e falenderoj madje që ma realizoj të dëshirë për babajnë e ti Astrid Afizi. Si ndihet Ergi dhe sa krenar është ai për Astrid Afizi? Është një kënaqësi shumë e veçantë me fol për babën tim. Unë e kam ndjek shumë periudhën e tij të sportit, sidomos të trajnerit, kuptohet. Pengu jam më i madh, që nuk e kam pa të luajt futboll. Kam dëgjuar historina etj. Nuk kam pa video, gjithsesi periudhën që nuk e kam pa si futbollist, e kam shiu kur ka qenë trajner i ekipit kombëtar, sidomos i ekipit kombëtar. Periudha 97-99 që ai ishte trajner, unë kam qenë një fëmijë 10 vjeçar, 11 vjeçar. Për kohën ishte gjë shumë e madhe, me qenë mbrapa ekipit kombëtar, po thuaj se nuk kam humbur neshe këtu në Shqipëri e grumbullim pa e ndjekë pa. Aja ishte një kohë shumë e bukur, edhe për vendin, sepse imagjina në atë periudhë Shqipënia futbolli ishte gjaja më e bukur që ishte për kohën, për në ata vite. Gjithsesi, me fol për te, do duhet një natë gjatë dimri, si çdo fëmijë për prindin e vet. Gjithsesi, unë jam shumë krenar për te. Ai është krenaria e familjes tonë, e jemja, e vllajtem, besoj edhe mamës. Gjithsesi, ne i urojmë shumë shnet. Gjanët që s'ka ba shumë me ne, edhe që s'na ka shiu shumë si fëmijë, po që janë me fëmijët tanë, me vajzën teme, po ashtu edhe me Nipin nga vllai, me djalin e vllajt. Ne urojmë shumë shnet. Profesor, ngele pa fjalë, duke tani që foli Ergi. Emocion, natyrisht. Emocion shumë, edhe jam vëzhlir, fakt e 2 fëmijëve, se nuk kam rritë të jem prezent në atë kohën më të vështirë që ishin ato, në rritën e adolescentën, edhe paktën si që tha dhe vetë, po shëjë paktën Mesën, Nipin, besoj që i kam lanë e kujtim që ta kenë sa do
arri nuk e di, se edhe i peng thët se kam pa duke lujt. Se herë nga të smoshin mu duke më thanë që ki lujt i futbol, po s'kena pa, nuk e di. Se thojnë pak të tjerë, shu që shpresoj ti shërbej nështë edhe kjo. Ky emision. Profesor, çështja mbitor të këtij emisioni mendoj që është nipi yt, Matias. Ai është krenaria e gjyshit. Ai është i përgdhelur i gjyshit, është i miri i gjyshit, por edhe trashëgimtar i shumë dinjitos. Fillimisht do të ndjekim do të lutem regjistë ta ndrojmë planin, të ndjekim ca pamje se si luan ai basketboll. Ai është një basketbollist i vogël por i shkëlqyer me atë sallagën e tij, si shënon koshat, është një video mbulim dhe pastaj të përcjellim emocionin e ndjekim, ja. Shikoni, ky është Sallaksi me numër 23, Matias Hafizi, i shkëlqyer mes shokësh atje me Andrea Trojen e madh të famshëm të basketbollit, i sekretarin e federatës, tashmë është trajner, ja ku e kemi Andrean. Ai bën një stërvitje të shkëlqyer, pra, bashkë me një grup shumë simpatik. Ja, ky është Matias, shikoni sa bukur lëviz me topin, me dorën e majt, edhe me koshat, ja. E bëri kosh, profesor, i tmerrshëm, ja. Po lin një agim fakt duket, një gaz qaç, një Renato Radoj, një Ilir Trebick. Është tip sportivi, normalisht. Fantastik, sa bukur i bën të gjitha veprimet, i bën shumë bukur. Ka provu vetë, edhe futbollin e ka provu vetë. Edhe çdo top kosh, shiko. Operatori Agronotin e solli si dhurat për ty sot, dhe kjo është që është habitor të thash. Ja, shikon sa bukur i shënon koshat. Por çfarë thot Matias për gjyshin dhe si ndihet ai për gjyshin Astrid Hafizin? Të përcjellim këtë intervistë shumë emocionuese të nipit Astrid Hafizin. Krenar që gjyshi im ka kontribuar për futbollin shkodran edhe për kombëtarën tonë. Unë e dua shumë, jam shumë krenar për atë, dua ta kem gjithmonë afër meje dhe e dua shumë. Po të gjysh. E që nga bane të fre. Që nga bane të fre. Profesor, kjo emision... Në kreohe shumë emocion. Kjo emision këtë qëllim ka. Si ndeshti për të? Shumë. E ndjek në ndeshje në stërvit? Shumë pak, normalisht unë e kam qu edhe e kam marrë disa herë, kur ishe ma herët. E kam lanë të meret me sportin, se shumë vetë thënë që ja, po meret me futbolin, me që unë kam lujtë futbol. Edhe djali i dytë Ergi ka lujtë futbol, po s'do të thëtë gjë që ai që ka lujtë futbol mund t'i bojnë edhe fëmijët. Lujti sa lujti, dhe kështu që e kuptoj vetë. Edhe për nipin që thënë mund bëhet futbolist, po s'do të thëtë gjë. Ai provoi futbolin, nuk ju pëlqej, ka lujtë e basketbolli, ka lujtë e karateja, shumë gjana i ka provu. Tip sportivi, rëndësi ka që merret me sportin, edhe për shëndetin e tij është mjaft mirë. Kështu që. Profesor, edhe me disa foto me personalitete, do t'i lutem regjisorit Artur Mançe, janë disa foto me personalitete që ke dalë, me Panajot Panën në i ditëlindje ti, kur ai nuk ishte mirë, normalisht. Dhe me Veliradën e ndjerë, me Eduard Dervishin të sekretarin e federatës që besoj të këti, është në Spanjë sot, të përshëndes, edhe me një grup i është këtu. Bekush Birqe, Besim Fagu, Ito Hitaj, Bekush Birqe dhe shumë tjerë, Lukaj Qimi, edhe me Faruk Sejdinin, kolegun dhe mitën të mrekullueshëm. Me një grup tifozash në Hanover, tifozash që erdhen stadium, Gzim Sinemati ishte aty, me Gjelil Musen, njeriu që na ftoi në Hanover që kemi nejtë 10 ditë stërvitje kur lujt me 4-3. Ti ke shumë kujtime, profesor. Atës marrë në një orë shikon, kanë kaluar 60 minuta dhe nuk e kuptuam fare nëse si e filluan dhe si e mbyllën këtë emision, por është edhe merita juaj, profesor. Ju keni shumë gjëra, por unë mendoj që ky emision është respekt, thash, jo vetëm për individin Astrid Hafizi, por në përgjithësi për futbollin shkodran dhe shqiptar. Na mbetën shumë gjëra pa diskutuar, ti edhe një këngëtar i shkëlqyer, këndon këngë shkodrane me sa di unë. Po kush nuk këndon këngë shkodrane, po këngëtar nuk jam gjano, po. Pak të një dim, po këngë Shkodran i kënë gjithë Shkodra. Eja lule, si është ajo, profesor? Pas si hap dikush i pari fjallin, unë shkaj mas ti. Ma bëja dhe këngë Shkodran, si është ajo? Eja lule? Ma thua 2-3 fjallin? Se kam ide, nuk e kam ide ta mund fjall. Po ma tha dikush, unë shkaj mas ti. Eja lule? Lule bore. Lule bore, si është ajo lule bore, dina dhe? Tu i shetit e Malën Kodër. Po, ja, ka bërë me këngë, se jemi në fund të misionit. Tu i shetit e Malën Kodër, tu i shetit e unë e ty, tu i mleve lule. Se këta janë disa gjanët e cilat profesor, të falenderoj për këtë emocion që na solli sot, për këtë intervistë ekskluzive. Kjo është për ty sot,
në shemirnjohje nga emisioni Rrafim Kampionësh, ti ke marrë shumë trofe në jetë, por mendoj që kjo e zbukuron vitrinën, shtëpinë dhe gjithë biografinë e arkiven e pasur të Astrid Hafizi. Faleminderit shumë. Ta gëzosh shumë faleminderit. Në ngjyrën e Arit, atë ngjyrë që ti e ke shumë për zemër, sepse i ke dhënë shumë Shqipërisë, futbollit. Faleminderit shumë. Dhe ke qenë gjithmonë një kënaqëri kombëtare. Faleminderit për fjalët e mira, faleminderit shumë dhe të vlerësoj shumë, që është një kujtim shumë i bukur. Shtohet në ato kujtimet e mia që kam, edhe kjo që do ta kem për gjithë jetën. Ta gëzosh, profesor. Të uroj edhe shumë vite të tjera, profesor. Faleminderit. Të premtoj që një nga përvjetorit e lindjes, unë do ta realizoj për ty dhe do të kemi një fest shumë të bukur. Faleminderit. Me këtë trofe, vetëm kthej pak nga emri, ne do ta mbyllim këtë emision të nderuar miq. E di që kemi lënë shumë gjëra pa thënë sepse Astrid Hafizi është një libër që është vështirë të lexohet, të shfletohet, por gjithsesi mendoj që një orë program është një respekt që bën për një nga korifet e futbollit të shqiptar, timonjeri i futbollit në Shqipëri, Astrid Hafizi. Faleminderit për fjalë. Faleminderit. E mbyllim këtu këtë emision, do të shihemi sërish javën tjetër me një tjetër personazh dhe protagonist nga sporti shqiptar në Rrafim Kampionësh në RTS2 dhe RTS Sport. Miru pash.